Selamu alaikum të dashur miq, ky është emisioni e thëna e pa thënë. Në rrugtim me hoxhën Ekrem Audiu sot do të ndalemi tek një pyetje që është e thjeshtë, por e rëndë në kuptim. Kur e japim fjalën, a e kemi obligim ta mbajmë? Në pjesën e dytë të emisionit do t'ju mirpresim që të na telefononi. Mirë se vjen hoxh. Mirë se takojmë vjen. Hoxh, kjo fjalë burri a e han fjalën? Është e njohur në shoqërinë tonë, mirë po jo çdo herë është dhënë përgjigjja e duhur. Ju si mendoni? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Burri a i han fjallët, po është pyetje, edhe nuk është e panjohur, po është kogja e rëndë, sa herë dëgjojmë, gjithë na vjen zor me u përballë me situatat këtilla, për arsye se nëse pyetja ka të bëjë me neve personalisht, atëherë sigurisht që krijohet situatë e pakëndshme, se mbase dikujt i kemi thonë diçka, i kemi premtuar diçka dhe një farë mënyre nuk kemi zbatuar. Jo, kaluat në shumës, pyetja ishte në njëjës, burri ai han fjalët, apo e han fjalën? Po e han fjalën ose e han fjalët, po i vje që një po mos po i han ma shumë fjalët. Po thash, do të me thonë, nëse i han dë vetat. Kështu thonë disa. Pse po i han fjalët, thot, po, fjalët e mia po i ha. Realisht nuk janë fjalët tua, te fjala e thonë, jo vetëm kuptimin e premtimit, po në kuptimin e përgjithësisë, në përgjithësi, po fjala e thonë është e jotja derisa ti e ke halon menaxhim në kuptimin jetu e mendu, jetu e formulu, jetu e blu, që thojnë të na, mirë po akoma nuk e ke thonë. Në momentin që e thu, ajo më nuk është e jotja. Jo dhe s'munësh me thonë, valla, unë po i ha fjalët e mia, jo se derisa ti ke folë, unë e kom dëgjuat fjalë, tash ajo bëhet edhe imja. Në një aspekt. Në aspektin tjetër, nëse eventualisht ka të bëjë me ndonjë premtim, me ndonjë termin, me ndonjë kështu diçka që megjithatë lypet një lloj interaktivitetin mes dy apo më shumë palësh, atëherë aty njeriu në mes tjerash me premtim merr përsipër diçka që se ka obligim. Diçka që deri në moment caktuar, domethënë ke pas mundësi të zgjedhësh, ta bësh apo të mos e bësh, të veprosh apo jo, të shkosh apo të mos shkosh, e kështu me radhë, në momentin që premton, ti thash dosh me e majt atë fjallë s'bën me e hangër, për arsye se nëse e han, me u shpreh me atë żargonin tonë, nëse e han atë fjallë, ke hangër haram. E muslimani nuk han haram. Çfarë do të thonë ke hangër haram? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se është një hadith kogja i rrezikshëm. Po. Do të thonë besimtari nuk bjen në ato nivele, thot i dërguari i Allahut, alaihi salatu wassalam. Thot katër cilësi ku gjenden ai person, do të thonë nëse është pikë takimi aty në katër veseve, atëherë ai është munafik i plot. Nëse nuk i ka të katërt, atë ka ndonjërin prej tyre është munafik aq sa është ai ves prezent ose ato 2 ose 3 vese. Edhe një prej tyre është kur premton nuk e mba premtimin. Pra, kur e jep fjallën, e ha fjallën. Edhe kjo që a mund themi që kur e jep fjallën e nuk e mban, pra atë fjallë a i bje që ka gënjy? Pra kur flet gënjen në këtë rast. Se kjo e përfshin hadithi. E përfshin, po, edhe ajo. A mund ta quajmë gënjeshtër? Po, në base, shef, ajo sigurisht është gënjeshtër pastaj nga ajo perspektiva tjetër, pasi që ka ndodhë. Mirë po, nëse rrim të perspektiva e ati i cili flet edhe premton, edhe themi, nëse për një mend e jep premtimin duke e pas për qëllim mos zbatimin e tij. Ky ka, që thojnë në atë shprehjen tonë, ky ka punën llam. E ka gjendjen shumë të keqe. Ama ne s'po flasim për këtë, se kjo është për një mend gjendje shumë e rëndë. Po flasim për atë i cili e jep premtimin në një situatë komoditeti duke pas për synim zbatimin e atij premtimi. Po. Mirë po me kalimin e kohës, mbase fillon me e brejt ajo ana e errët e ndërgjegjes, ose e nefsit sa e s'është ndërgjegje. Pse u guta?
pse fola, pse premtova, ndoshta ma mirë do të ishte sigurt mos kisha folë kështu me radhë dhe edhe deri këtu prap nuk ka ndonjë gjë që është shumë deformuar. Mirë, po në momentin që pastaj çto vezvese ose çto çytje ose çto mendime hipokrite tash me i quajt fillojnë me kalun në zbatim edhe në realizim, atëherë fillon edhe aplikimi i asaj që profeti alayhi salatu wasalam po e quajn hipokrizi. Kështu që njeriu është i zoti i fjalës derisa nuk e ka thonë, është i zoti i premtimit derisa nuk e ka dhënë, ndërsa në momentin që e flet fjalën, atëherë ky do të më qëndru mas. Nuk e kam tash për qëllim kur po them fjalë se po e ndal, po e dalloj pe premtimet. Çfarë do fjale? Jep peng i fjalës tone. O ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Asnjë fjalë nuk e shqipton njeriu e që afërt mos e ketë aty një kujdestar vigjilent i cili menjëherë regjistron atë. Po thonë është përgjegjësia e fjalës është shumë e madhe. Pra, një fjalë e zakonshme, një bisedë e zakonshme. E tash. Ndërsa kur ajo merret me përgjegjësi, nëse është premtim për të kryer ndonjë punë, për të dhënë diçka, ose për të dalë në një takim, ose për të shku, për të gjinë në një moment caktuar, kështu me radhë një termin, atëherë aty vetë i lidhur për atë fjalë. Pa pikë dyshimi, edhe unë po them, ti nuk e ke pas borxh. Nëse nuk më ke premtu, s'ma ke pas borxh, ama në momentin që ma premton, bëhesh ti peng i fjalës tënde dhe i premtimin tënd. A kam drejt unë juridikisht me të njek pse më ke premtu? Jo. Mirë po moralisht. Nuk për dispozita. Bravo. Mirë po moralisht i je borxhli, edhe përveç që i je borxhli humba autoriteti, humba i respekti për shkak se fjala e dhënë për një mend nga njerë ka edhe pasoja në kuptimin e një sakrifice, në kuptimin e një shpenzimi, në kuptimin e një shpenzimit kohës ose diçka e materiale. Megjithatë, ata burrat e fortë që kanë qenë përpara, që janë qenë burra me kuptimin e plot fjalës, ata nganjëherë edhe kur nuk kanë dhënë premtim, kanë qenë të kujdesshëm mos fjalën time ti e kuptove si premtim, edhe unë du mos me të zhgënjë ty. Është një rast interesant të transmetohet për Abdullahun të pirin e Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të dytë. Do më thonë Abdullahu sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thuhet duke qenë pothuajse në agoninë e vdekjes, pra pothuajse në fund jetës ti, i shtrirë në shtratin e vdekjes, familjarët i ka aty për rreth te koka, edhe po i thot dikujt, po i thot njonit, filonit, thot ja kam pas dhënë një fjalë të cilën po kam frikë mos e ka kuptu si premtim. Dikush ja ka lyp qikën, Abdullahot, edhe kë nuk e ka refuzu, por edhe nuk i ka premtu. Ja ka dhënë një fjalë ashtu që mundet mos me pas as këtë kuptim, as atë kuptim. Po tash në momentet e vdekjes ati po i bjen mend çka i ka thonë edhe po thot po kam frikë mos ai e ka kuptu si premtim. Andaj i thot dikujt, thot shkoni edhe pyeteni. Thuj o filan, atë kujtohet kur ke fol me Abdullahun kështu dhe kështu, po, atë kujtohet kur ka thonë kështu, po, ç'e ke kuptu? A ke kuptu si premtim? Thot nëse thot po, valla më ka premtuar me madhon çikën, thot bën jani për hajër. Për arsye se ai në një farë mënyrë e ka kuptu si premtim, edhe pse unë s'e kam pas qëllimin, po megjithatë kjo shenjtëria e premtimit, shenjtëria e daljes në fjalë, mendoj që ata njerëz ka qenë në një nivel shumë më të lartë dhe kujdesi për të gjithashtu ka qenë më i shtu. Që do thotë se para se të flasim apo para se të premtojmë, duhet mendojmë mirë. Po, pa pikë dyshimi, po përveç asaj, pasi që të premtojmë, nuk ka nevojë më të mendojmë mirë për atë punë, ata kryjmë, atë mos e kryjmë. Kjo është tani situatë tjetër. Jo, a dim pse ndodhin këto gjëra bujar. E tham, na e përjashtuam ato që nëse dikush ka premtuar rajshan, ai ka 50% e hipokrizisë, se e ka edhe ka fol rajshëm, edhe ka premtu për mos me zbatu. Po flasim për ata që kur kanë premtu, kanë qenë të sinqertë, të përzemërt. Mirë po me kalimin e kohës ato vezveset, e pse e thashë, pse u nguta, e kështu me radhë, e tregoj një rrëfim në formë batute, thot pas ka qenë dikush musafir në konak të një mek i ti, edhe
në mramje duke ngrënë darkë vinë ata familjarët e thonë këtij të zotit shtëpisë se një bagti është shtu, e kemi një veç të mirë, të bukur e kështu me radhë, edhe ai entuziazmohet, thot masi qelloi ky musafiri këtu, thot i koft dhurat çaj veç do ta mbajmë 2-3 javë, 1 muaj, 2 muaj derisa të rritet pak. Edhe mirë ballë. Kur çohet këtu në mëngjes, shkon atje edhe e sheh viçi shumë i bukur edhe fillon me u bë me hezitu, më thonë ndoshta u guta, pse ja premtova. Tash kthehen duke ngrënë mëngjes, po i thot o mek, thot mbram si duket u nguta pak, te mek me një premtim, e kë kupton, i thot jo mek, thot mbram nuk e ngut, po çfarë je duke u ngut edhe mdoket po don me prish punën krejt. Kështu që njeriu kur premton diçka, zakonisht premton me ofru diçka, nuk premton me ose kemi ofru diçka materiale ose diçka jo materiale, ose kemi ofru diçka për kohës tënde, për angazhimit tënd, për autoritetit tënd. Edhe kur vjen puna me zbatu, nefsi, egoja i ka ato hezitimet e veta, pa i ignoru pastaj aty edhe rolin e shejtanit i cili s'ka tjetër punë, veç se me i pengu njerëzit prej veprave të mira, edhe fillon njeriu me mendu se mos u nguta, pse, çka mu dasht mu me i thonë ati, po valla unë ta kry këtë punë, ose unë t'jap këta, ose kështu me radhë, edhe në këtë rast pra është shumë me rëndësi, ai i cili e ka premtuar një gjë të mirë, edhe të mundshme, edhe realizimin e saj nuk e ka barë, kush e di çfarë, domethënë nuk dëmtohesh, pse po don me e çu premtimin në vend, unë mendoj se duhet me shpërfyer. Po nëse ka arsye reale të mos realizimit, ai është këtë tjetër madhe. Ai është këtë tjetër madhe. Faljet, kërkoj mirëkuptim. Na me pas borxhe, jo si borxhe morale, borxhe konkrete. Ti ko marr hoa 1000 euro. Edhe kam me t'i kthy sot. S'po me t'i kthy, do të me të thirr ose me armë të takuar, me thonë bujar ma ban halal. Për sot e kemi pas afatin, po s'po me t'i kthy. Kjo është burni. Kjo është burni. Për arsye se kur thonë bota është e rumbullakët. Njeriu gjendet në situata prej më të ndryshmeve, prej më të papritunave. Edhe kur nuk dosh me thonë, ja, unë s'bohna miftjaq ose për filanin e për fistekun, jo, në asë një mënyrë. Tash në të pas bargë edhe nëse si me thonë, e kontaktojmë atet cilit i kemi bargë, edhe realisht e bojmë borxhli me na sliru edhe pak. E lejmë nëse kemi premtu edhe e shohim se nuk jemi në gjendje me zbatu, absolutisht do të më u lajmëru njerët edhe me i thonë, shef, unë të kom thonë, kështu, mirë po më vjen keq se situata ka ndryshu, rrethanat janë tjera, atëherë kur kom folë, kom mendu se kom e pas mundësi me përmbush atë premtim, mirë po ja që tani s'po kam mundësi. Jo të zbat nami, në të qemi të mirë kuptu shumë dërmjet vete. Pra është burni që njeriu me pranu jo fajin në këtë rast, se faj bëhet vetëm atëherë kur për një me njeri e shpërfil premtimin e vetë. Mirë po me pranu pa mundësin për me i dalë zot fjallës e dhanë ose premtimit të dhanë. Dhe kalojmë tani tek një pjesë tjetër që është shumë më serioze se kaq. Është çështja e premtimit apo e kthimit tek Zoti. Kur njeriu i premton Zotit që tashmë do të jetë një tjetër, pra në kontekstin e ndryshimit pozitiv. Këtu tash këtë premtim mos me mbajt, ashtu qysh ishim duke thonë, nëse se mban premtimin, nëse si mbajmë na premtimet edhe zotimet me njëri tjetrin, korritemi. Në është kështu apo jo? E humbim ftyrën. Atëherë nëse Zotit i kemi premtu diçka, ose i jemi zotu për diçka, se funit, çka mundëm me i premtu në Allah të fuqiplot? Çka mundëm me i dhonë në Zotit, kur gjo? Për çka ka nevojë Zotit që kemi ne, për kur gjo heq, absolutisht. Mirë po njeriu ngutet edhe zotohet për gjana të ndryshme, sikur me dasht me e josh Allahon, o Zot, nëse më ndihman, unë kam e bo këtë edhe këtë. Edhe në momentin që e thu, tash po kalojmë edhe në aspektin juridik fetar, që dallon, dhe tash falem për ato që tham juridikisht s'ma ke borxh edhe nëse ma ke premtu një gjë, ndërsa tash nëse i je zotu Zotit për diçka, dhe ai zotimi është zotim legjitim edhe korrekt, jo për me bën ndonjë gjëna, me thonë o Zot, nëse ma largon këtë smundje, unë kam e agjeru për ty 3 ditë. Ose o Zot, unë kam e hy nesër në provim, nëse ja provimin kam e agjeru 2 ditë. Qatë agjerim se ke pas borç deri në qatë moment që e ke thonë. Në momentin që e ke thonë e ki borç, e ki obligim, sikur Ramazane. Në këtë rast tash, kjo puna
Zotimit. E zotimit, mos përmbajtjes e zotimit është shumë më e rëndë se sa ai në rrafshin horizontal. Me njerëz. Pse ndodh kjo te njerëzit? Njerëzit nganjëherë nuk prish punë me thonë, me ju zotu Zotit se nëse kështu unë do ta bëj këtë edhe këtë, mirë po do të me ju përmbajt. Ndërsa Allah i madhruar i plot fuqishëm, e i gjithditën, e i gjithmëshirshëm, e i gjithposhtetshëm, i kqyr robët e vet edhe kur premtojnë, edhe kur zotohen, edhe kur flasin. Allah e di paraprakisht a kanë me e majt, as kanë me e majt, mirë po. Të gjitha ato zhvillime janë prova, ose për neve, ose kundër neve. Dhe ju hoqë kaluat me të drejtë tek mbajtja e fjalës të çështja e zotimit, por në anën tjetër të çështja e ndryshimit të vetës sonë, pra atij kthimit tek Zoti. Pra njeriu pendohet, çka pastaj nëse nuk i përmbahet kësaj. E njëjta gjë është. Vetëm se aty unë isha duke folur për gjëra konkrete, ndërsa ky zotimi i një kthimit mirëfillt edhe i marrjes së rrugës së përmirësimit s'ka të bëj me gjëra konkrete, ka të bëj me gjëra të përgjithshme, ku edhe ato konkrete padyshim që futen edhe aty. Aty po jarë është humbja më e madhe. Për arsye se a din ç'i bën kjo? Sikur për shembull ti zotohesh edhe thu, do të përgatitem për një rrugë cilën kam me e marrë nesër, do t'i bëj të gjitha përgatitjet, do t'i marrë me vete gjonat e nevojshme e kështu me radhë, mes tjera është edhe kam me e la kere. Edhe ti nëse nisësh e se ke la kere, zbot nomi. Ashtë pak të aprish qefin pëse, dhe më thonë makina nuk është e pastër, po fonit apet, kime e kalu qatë rrugë. Apo para në ndër mos më nis fare. Heq mos më nis, as mos më bogati, as mos më marrë gjonat e duhuna, as mos me bo planin e udhëtimit edhe me thonë, atër kjo është, që me thonë, dështimi është shumë maj ma. Me thonë, po i kthehem Zotit, është gjë e madhe, pa dyshim. Të gjithë kemi nevojë për vendimet këtilla, se kjo do të me qenë vendim, do të me qenë deklarat. E pjesë e vendimit është edhe deklarata, pastaj mirë, po nëse është veç nivel deklarativ, atër nas kemi bo kur gjë. Po, duhet të thejme o Zot, na po kthehemi tek ti. Astaghfirullah wa atubu ilejh. Po i kërkoj falje Allahut edhe po pendohem tek ai. Çka do të thonë? Po kthehem tek ai për arsye se kur i kërkon falje Allahut, ti në një farë mënyre është sikur po insiston me e rivendos kontaktin, të cilin në një moment caktuar ndoshta e ke shpërfill. Në një moment caktuar tjetës tane, e tregu i shkujdesshëm, e ke shpërfill atë lidhje që dasht me mbajt me krijuesin tënd, edhe në moshën 35, 40 vjeçare, 45 vjeçare të karon mend. Edhe i ke thonë vetës ndalu se kështu nuk po u bëj ka me jetu. Edhe në të betejë të mbrëmshme ti ke ardhur një përfundim, më thonë, ja, unë du të më u kthy Zotit. Edhe ke thonë, o Zot, pranam se unë po du me u kthy te ti, e tash ky është zotim i madh, me rëndësi jetike, tamam puna që të zotim mos me mbajt, do më thonë kanë me të shkuna është edhe 20 vite tjera, e se din a ki me jetu edhe 20 vite tjera për me pas një mundësi tjetër të kthimit ka Allahu fuqi plot. Këtë që ka kemi në raport me krijuesin, do të më ju përmbajt për arsye se përfituesi prej asaj lidhje jemi vetë ne. Madje, jo vetëm atëherë kur ne dojmë me bë diçka me vetë iniciativë, sikurse jemi në rrugë të mirë, po hajt po kam qef të çona 2 recat t'i fali nafile, shembull. Ose ta jap një sadaka kështu për çef, jashtë zekatit, jashtë aty në obligimeve. Je shumë në rregull, Mirë, po krejt ajo çka ti bën, qoftë në mënyrë vullnetare, ose krejt ajo të cilën Zoti e kërkon në mënyrë të prerë prej teje, për ty e ka. Çka jashe Zoti hajrin namazit tënd, ose çka ka nevojë Zoti i plotfuqishëm për namazin tënd, për përkushtimin tënd, për agjerimin tënd. Absolutisht, nuk bëhet më zot pse ti e adhuron. As nuk mbetet më pak pse ti nuk e adhuron, pse dikush nuk e adhuron. Për atë arsye Allahu na ka mësu me thonë, na ka mësu kështu, qul, thuaj, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Vërtet namazi jem, edhe ibadeti jem, edhe jeta ime, edhe vdekja ime është për Allahun, Zotin e gjithësisë.
Do thonë, krejt këto janë për Allahun si dedikim, si përkushtim, ndërsa si përfitim janë për neve. Për këtë arsye është, kush e lexon Kur'anin, ka me e pa se Allahu fen, apo fjalën din, që i themi ne dini dhe imani, dinin që është komplet besimi, edhe përkushtimi, edhe aplikimet, edhe rregullat, edhe dispozitat. Dinin nga njerëja përshkruan vetës, nga njerëja përshkruan njerëzve. E kuptimi i kësaj cili është, nëse është dedikim edhe për ulje, është dini i Allahut. Nëse është përfitim, është dini i jonë. Vëradithu lekumul islame dina, dhe jam i kënaqur që Islami të jetë fe për juve. Do të thonë fe të cilës ju keni me ja pa hajrin, por njëkohësisht jam i kënaqur që Islami të jetë fe mënyre për kushtimit edhe për uljes edhe adhurimit që keni me bën ndaj meje, ndaj madhërisë së Allahut fuqiplot. Në këtë kontekst hoxh, Allah e përmend shpesh në Kur'an çështjen e beslidhjes, e premtimit. Besimtarët janë ata që e ruajnë lidhjen, beslidhjen. Madje e përmend në forma të ndryshme, e vërtet është. Edhe përveç që e përmend që të në pah aspekte interesante të kësaj teme. Për shembull, në radhë të parë tregon Allahu se edhe në këtë aspekt na trajton me reciprocitet. Për shembull, na e dim kur thot Allahu fadhkuruni adhkurkum. Më kujtoni mua, ju kujtoj juve. Të beslidhja thot wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Ju ma keni dhënë një besë, përmbusheni besën që ma keni dhënë mu, e përmbusheni dhënë besën që ja kam dhënë juve. Këtu është reciprocitetin në logjik, por me e këshyrë kështu në sasi dhe në cilësi dhe në jetësim, dallimi është shumë i madh. Flet për një afërsi të madhe që Allah madje për te i kësaj, flet për diçka që ne çka i ofrojmë ne Allahut. Një sejdë, një ruku, një dhikr, një istigfar, çka na ofron neve Allahu. Na ofron gjona shumë të mëdha. Madje kur themi o Zot na fal, çka po bëjmë na? Na në një farë mënyre po merremi me shlyrjen e një faje që e kemi bë. E kemi një vepër të cilën duhet me e largu prej dosjes sonë, edhe Allahu i madhruar për që të istigfar, le që po na falë dhe po na plotëson atë dëshirë që e kemi, ose atë kërkesë që e kemi. Po për te i kësaj Allahu po të ofron edhe shpërblimet shumëta që së ndodhë tjetër kon. A të ka ndodhë ndajherë, ose a ke ndëgju, ti ke ndodhë dikujt, ka gabu vllau ndaj vllaut, ose burri ndaj gruas, ose gruaja ndaj burrit, ose kështu me radhë, dhe ndoshta edhe janë hidhru, edhe një moment caktuar ai që ka pas faj, duhet me kërku falje. Më fal. Më e shumë tash ka mundet me arrit ky që thotë më fal në raport me njërin, çka është? Me fitu çat falje, çat ndjes. Në rregull, po të falje. Po zatën kur si qitet pika, çdo i qitet presja, po të falja, mos e përsaret më. Do të thonë një falje jo shumë e këndshme. Kthehemi tash tek Allahu kur i themi Allahut të më fal, çka ndodh me neve? Thot Allahu duke e citur Nuhun alayhi salatu wassalam. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. Dhe i thash popullit tim o Zot, kërkoni falje prej Zotit tuaj se ai fal shumë, si rjedhoi يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Kërkoni falje Zotit tuaj se ai është falës i madh, që nën kuptohet se do t'ju fal, por se ka përmend këto Nuhi alayhis salam. Çka ka thonë? Yursilis samaa aleikum midrara, kam i lëshu shumë bereqet prej qiellit, u yumdidkum bi amwalin wa banin, e kam i dhënë shumë begati, pasoni, e evlad, u yaj'al lakum jannatin, u yaj'al lakum anhara, edhe kam i dhënë kopshte, e lumej, e jetë mirë, e komoditet, e kështu me radhë. Para me ndosë Zotit, veç me i thonë më falë, krejtë që to t'i jep, se i ka premtu vetë, mos me konë që janë premtimet Allahut fuqiplot, s'pari pejgambert nuk i këshin thonë, e dyta Allahu nuk i këshpru ato që kanë thonë pejgambert në Kur'an që na me e lexu deri në ditën e gjykimit. Pra, lidhja jonë me Allahun fuqiplot, beslidhja jonë, besatimi jonë me Allahun është për një mend interesante, dhe ky reciprociteti është për me kuptu logjikën se çish funksionojnë gjërat, ndërsa në sasi edhe në cilësi na gjithçysh jemi fitimtar. Kemi pastaj beslidhje dhe zotime të tjera që është ajo beslidhja ose besatimi i lashtë, që Allah i madhruar e ka marrë zotimin prej shpirtave tanë, kur i ka kriju shpirtat në përgjithësi, në amshim,
Elestu bi rabbikum qalu bela. A nuk jam unë Zoti juaj? Kretë kena thonë, po Zoti jon je. Gjithçysh ti je Zoti jon. Masa një dikosh kur ka dalë në këtë dunja, ka thonë jo mëronës. Smirna me atë punë. Pastaj i kemi premtimin. Po, edhe atë shumë keq bile. Pastaj i kemi besatimet e ndryshme që nganjëherë janë konkrete. Për shembull, e përmend Allahu i madhruar në surën Al Imran një besatim ose një zotim që e ka marrë prej pejgamberëve. Wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma. Dhe kujto kur Zoti Allahu e mori besën prej pejgamberëve. Unë ju dhash juve libër edhe urtësi. Mirë po, thumë ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Mirë po, do të vijë më vonë një pejgamber, i cili do të jetë konfirmuesi asaj në çka keni thirrë ju edhe në çka keni besuar ju. Por nëse ai vjen duke qenë ju gjallë, le tu'minun bihi wa la tansurun. Ju duhet gjithsesi ti besoni atij edhe ta përkrahni atij. Qale Zoti pastaj ju thot pejgamberëve, e aqrartum, apo e pranoni këtë? Wa akhadhtum ala dhalikum isri, apo besatohemi për këtë punë? Qalu aqrarna, po Zoti pranon, çu se pranon. Domethënë, edhe ky është një lloj besatimi që Allah e ka marrë prej pejgamberëve edhe me lexu Kur'anin me një qasje të këtij, veç për me pas se çysh janë zotimet edhe historikisht, po edhe çka kërkon Allah, shumë serioze. Interesante. Do të thotë është burni me ju përmbajt urdhrave hynor. Bujar fjala besatim, zotim, çfarë sa interesant lidhen edhe besatimi edhe zotimi. Fjala besë të na edhe në kulturën tonë si shqiptar e ka një shenjtëri bukur të admirueshme. Edhe besatim, besa lidhet edhe me besimin. Pastaj zotim lidhet me Zotin, ose lidhet me veten që i del Zot një punë të caktuar. Në të gjitha këto rrethana e shohim se sa serioze është besa dhe besatimi, sa serioze është zotimi, sa i rëndësishëm edhe sa të vëmendshëm duhet të jemi kur është në pyetje premtimi, për arsye se të gjitha këto janë gjëra të cilat nuk ndodhin çdo ditë. Nuk japim na besë çdo ditë, është kështu apo jo? Ndoshta gjatë jetës tonë i japim 2-3 besa. Besatohemi në rastin e martesës, për shembull. Besatohemi në rast të ndonjë bashkëpunimi, po e zon ndonjë partneritet ose diçka në biznes ose kështu me radhë, ose ndonjë situatë hala më e veçantë, betimet e ndryshme e kështu me radhë. Po se bëjmë çdo ditë këto, kështu që është diçka që bëhet në situata shumë të veçanta, edhe bëhet edhe në rrethana të veçanta, për këtë arsye duhet shumë me respektu shenjtrinë e kësaj. Shqiptarët janë të njohur për mbajtjen e fjalës edhe besës. Mendoni që kjo është kultivuar prej moralit islam, prej kuptimeve islame? Parimisht do të më thonë kështu bujar, Islami çdo virtyt që e ka gjetë dikon, e ka pranu, e ka respektu, por e ka kultivu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, jam dërguar që ti plotësoj dhe përsos normat e mirësjelljes edhe të moralit. Nëse këtë besë kështu qysh e themi dhe e flasim, e kemi pas edhe para sa të ishim musliman, atëherë Islami padyshim që këtë e ka strukturu edhe e ka fuqizu. Nëse Islami e ka sjell, prapa ajo është e strukturuar dhe e fuqizuar. Në të dyja rrethanat padyshim që roli i besimit është shumë pozitiv, jo vetëm në këtë aspekt. Unë e them gjithmonë, të jesh musliman, të jesh robi i Allahut, besimtar në Allahun fuqiplot. Nuk do të thotë se vetë ti je i mirë dhe të tjerët janë të pasjellshëm me të pabesë kështu me radhë. Mirë, po të jesh musliman e ke një motiv shtesë me qenë edhe besnik, me qenë edhe i përkushtuar, me qenë edhe patriot, me qenë edhe abdëdashës, me qenë edhe i sinqert, i përzemërt, me qenë edhe rujtësi ambientit, mbajtësi lidhjeve jo vetëm farefisnore, po edhe të fqinësisë e kështu me radhë. E kini një motiv shtesë, pse? Për arsye se Islami fuqishëm i promovon të gjitha këto, edhe përveç kësaj të mëson qysh me motivu vetën për me bo punë të mira në këtë aspekt. Tash, mundë me bo një krahasim të thjesht. Dikush është njeri i mirë, po
po s'është se ka ndonjë besim i cili e motivon për me qenë i mirë. Thjesht natyrshëm është njeri i mirë. Në kuptimin e besnikërisë, nuk tradhton, nuk është i pamoralshëm, nuk është kështu. Tash paramendoj që ky njeri sa i mirë edhe sa i virtytshëm është, me pas edhe motive çfarë i kemi ne për shembull për rujtjen e besës, për rujtjen e moralit edhe të ndershmërisë, për mirësjelljen edhe mirëbërjen me farefisin, me familjen, me kojshit, me kështu me radhë. Do thonë, që ky i mirë i shbohala më i mirë, edhe këtu vjen shpreha ajo që unë e them nganjëherë. Islami njeriu e keq e bën të mirë, nëse ky i jep hapësirë, thjesht vetëm me Islami i thotë vetë lem unë të punoj me ty, prej të keqit do të bësh i mirë, ndërsa njeriu e mirë e bën hala më të mirë. Po pra. Hoxh, mund të themi që po jetojmë në një kohë kur kjo vlerë është në krizë, pra mbajtja e fjalës? Po, mendoj që gjithmonë ka qenë sfidë me mbajtë fjalën, nuk është lehtë. E tash, a jemi të sfidu... e letë mos me mbajt fjallën tash. A jemi të sfidu, po, besoj që kjo puna e si me thonë, nivelit të fuqisë së prezencës së virtyteve një shoqëri, mundet me pësu ndikime të rrethanave, që i bie njerëzit gjithmonë kanë qenë të thirrur me majt fjalën edhe me majt besën, po në situata të caktuara sikur ka ra pak ai niveli mesatarës, edhe në këtë kohë të cilën po jetojmë, mbas edhe ka ndodhur një gjë e tillë. Edhe kjo mendoj se ndodh për shumë arsye, në mes tjerash, ndoshta ka me tingëllu çuditshëm, po shpresoj të mos më keq kuptoj askush. Në mes tjerash mendoj se edhe për shkak të mirëqenies njerëzit fillojnë masanej edhe mos me majt shumë fjalë, me thonë për shembull, valla unë i premtova filan, po hajtë për se gjindet dikush ja kryen atë punë. Ose aspekte tjera tash se gjonat me gjithat e lidhen ndërmjet vete, nuk ndodh që vetë një virtyt me ran krizë, po ndoshta një tërsi virtytesh, një sistem i vlerave mundet me përjetu krizën. Unë e mbaj mend bujar kur si fëmijë po flas, kur ka ardhur dikush me lyp hua, jenë kënë dy lloj hua atëherë. Kanë ardhur gratë e mahallës ose i kanë qenë fëmijët e tyre me lyp hua te nona, ndonjë ushqim. Ai ki një gjys buke se më kanë ardhur mysafirët e furra mshel, për shembull. Ose ai ki 5 kokë rave, ose ai ki një tas sheqer, se s'm ka qullu, ose gjonat këtilla, dhe kanë shkëmby, domethënë gratë, sidomos, domethënë asë një hezitim gjonat këtilla. Edhe kur se kanë matë, a e kthej, a se kthej, zakonisht i kanë kthej. Edhe e moj menat kohën, kur kanë ardhur burrat me lyp hua të baba, zakonisht pare. Të baba, të njëri tjetrit, të kush do, e marrë me besoj edhe ti. Edhe nëse dikush ka ardhur dhe ka thonë, po më duan kaq pare se jam ngusht për një punë nesër. Nëse ai zoti i shtëpisë, cili ti është trokit derën, nuk i ka pas për mja dhanë. Unë e moj mend këtë kohë. Ka dali ka lyp të vllai vet ose të dikush për me shliru kojshiun. Edhe ja ka dhanë. Edhe kur s'kan lyp ata hipoteka në atë kohë. Veç, zakonisht për shkak të korrektësisë, ai që ka lyp ka dhanë. Mund shme me gjetë çka çfarë për një javë, ose për një muaj, ose për ma shumë, ose për ma pak. Edhe ai, nëse si ka pas të vetat mja dhanë, ka marrë borxh dikun tjetër për mja dhanë edhe me shliru atë personin, nuk ka ndodhur me e kthy edhe me e refuzu. Pse? Për arsye se në atë kohë ka qenë shumë e përhapur besnikëria. Fjala e dhanë, rujtja e vadeve, e termineve, që ku marrë borxh t'i kthej, para afatit t'i kthej. Edhe pse në atë kohë ka pas ma shumë varfëri, s'ka pas mirëqenie. Sot njerëzit kanë ma shumë të mira materiale, janë ma të pasur, vjen dikush të lyp hua, ti i ki parët në xhep, mirë po e gjenë një justifikim për mësmi Allah. Pse? Për shkak se ata që kanë marrë hua, duke e humbë besnikrin, mos respektimin e afateve të kthimit borxheve, e kanë shkaktu edhe këtë kundërreaksionin të këta që kanë mundësi, mosbesimin, që kanë mundësi me i shliru të tjerat mirë, por nuk e bojnë vetëm për një arsye të thjeshtë. Thotë, s'po du me e pru punën, jep me dorë e lyp me kam.
Do thonë jep për me shliru, a i masanej leqës të lejmërohet e s'ti këthen, po kur të takojsh thot pëse amparet mija jenë meta. Do thonë edhe këto situata kam prodhu, bujar, e prodhoj që të krizën edhe të besimit, edhe të besatimit, edhe të zotimeve, edhe të bajtjes premtime edhe kështu me radhë. Dhe të tillë nuk janë burra? Mashku janë, po burnia me gjithatë është niveli avancum i të qenit mashku. Falenderoj shumë për pjesën e vafës. Të dashurmiq, kthehemi pas pak, mirëpresim telefonatat tuaja. Rikëthym të dashurmiq, është koha që tani të mirëpresim telefonatat tuaja. Të thoni edhe ju ndonjë fjalë lidhur me temën që sapo e trajtuam, por edhe të bëni pyetje drejtuar Hoxhës. Ndërsa do të kemi telefonat, ne do të lexojmë një mesazh, thotë a ka ndonjë mundësi ose lehtësim sipas dispozitave islame që namazi i yatsis të falet para hyrjes së kohës së tij në raste kur jemi shumë të lodhur nga punët? Veç mos e përmend kohën, hyrjen e kohës në pyetje e bën pyetjen më të lehtë. Për arsye se hyrja e kohës është prej kushteve të namazit edhe nuk bën me e falë namazin para kohe. Të kuptohemi. E tani, a bën na me shfrytëzu ndonjë shteg, ndonjë rrugdalje, ndonjë zgjidhje për bashkimin e namazeve, domethënë në situata të jashtëzakonshme edhe emergjente, gjithë ka zgjidhje. Pra, nuk kisha thonë me falë yatsin para kohë, por nëse është ndonjë lodhje e madhe, ndonjë smundje, ndonjë arsye, sikurse është edhe udhëtime, sikurse është edhe rreshjet e mëdha të shiut e kështu me radhë, e falë akshamin, e falë edhe yatsin më një herë. Mirë po është zgjidhje emergjente, kjo nuk është rregull. Mirë, do të mirëpresim telefonatën e parë, alo? Alo, Noni? Alo. Desha me pyç Hoxhën, të më duke të më hi gjithë në gjëna më një shike të pysë. A bërë? Po? Desha të pysë Hoxhën, një këshike e kam mësa një ke jemi, është smut, po që është smut, nuk mundet me lëviz, nuk mundet me enë, më si shetët i ri në shtrut, kur nuk e ka nusën dhe që vjen gjolli, po nuk po muj me kuptua une atë këshike, se kur po shkaj, po qohët po merë ngryp, e po më folje pasi. Qysh, edhe kur po folje, Allahu Ekber ungjën. E qysh mu po mundet me ndërrua, e para zote ungjën nuk po mund më që me falë, me thonë një Allahu Ekber. Edhe unë ka gja shiva me ta thash nuk du më që për muë, kur ti nuk qosh para Allahot me thonë Allahu Ekber. Aja janë nisi me kaj, edhe pas ti ko ke katit, ti nuk më beson, ti kështut, thash jo, thash, unë nuk jam kërkushi, kur dhe jam Allahot më që me thonë Allahu Ekber, po unë gjën, po, ani unë gjën falë, po ti thuj kom Allahu Ekber, aja nisi me kaj, të është i rash pishman, ajo më hinë gjëna, ajo më qa. Aleikum selam e më falni. Allah e trojt. Faleminderit shumë. Çështja e kojshikeve. Na ke disponu shumë me këtë pyetje, Allah e trojt. Edhe në kofshe hinë gjëna, veç fakti që po interesosh me dita i hinë gjëna, si hinë gjëna, është gjë e mirë. Masanej fakti që ajo kojshikja, shosja jote realisht, pas ka qajt, e të regon se situata është serioze, kështu që nëse më dëgjon mu, ti bon kështu, e merë një pjatë dhe e qëtë do ushqim, ose një ambëlsin, ose një diçka, edhe shkon prapë e shek kojshiken, edhe ja lyp halalin. I thumë falë nëse të kom bo mu një keq, mirë po këshillën që ta kom dhonë, e ka pranu edhe hoxha që këshilla o kone mirë. Ose mos u qonë kom as për mu, ose të qonë kom edhe për Allahon. Se ajo që ka i ke thonë ti kojshikës është në regull. Mirë po, ajo e ka përjetu keq edhe ti për me e pajtu edhe për me a këthy hatrin edhe për me e këthy atë raportin që e keni jo të kojshikeve edhe të shoqeve, dhe më thonë mos me elon me ujedhnu, ja qonë një dhurat, një ushqim, një amëlsin, një qka do qoftë, ja lyp halalin edhe i thu, hoxha ka thonë, ose bilet të këbirin merën kom,
E tani vazhdo namazin ullën, ose kur t'jone mos e qofër më kam edhe jemi në rregull. Mirë, vazhdojmë tutje, do të lexojmë një pyetje. Thot, jam një motër dhe dua të hap një sallon ëndulimi, jam shumë në dilemë sepse dua që fitimi im të jetë 100% halal. Kam vendosur që vetullat dhe zgjatjen e flokëve artificial mos t'i bëj, por jam në merak për pjesën tjetër të punës me gratë që nuk janë të mbuluara. Ju lutem më tregoni, a është i lejuar ky fitim që të mos kem frikë të hap biznesin? Allah të ndihmoft. Allah të ndihmoft. Me thonë, jam e interesu me fitim 100% halal, edhe me sallon ëndulimi është kogja zor me realizu. Kështu që sa ma shumë të bëj shpytje për këtë temë, ma shumë ka me unë ngushtu puna. Ma të vetëra, po dhe me vazhdu tutja jo. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo? Të shtoj ke telefonat, kemi një tjetër, apo do të vazhdojmë me mesazhe? Thot hoxh, në punë kemi evente me alkohol. Unë nuk pi, por jam aty. Është problem. Je aty, edhe kjo jam aty, mundet me pas kuptimet ndryshme. Përpiqu që në atë tavolin ku ti rri edhe ushqehesh ose pi, mos me pas alkohol. Që do të paktën bëja. Të paktën, tavolina ku ti je, mos të ketë alkohol. Vazhdojmë me telefonusin tjetër, alo? Po, nëne? Alo? Jeni inkuadruar në emision, po i presim? Alo? Selam aleikum. Aleikum selam, po dëgjoni shumë dobët. Po gjën edhe juve. Emision, moderator. Po na vjen keq, dështoj telefonata, u dëgjoj shumë dobët, nëse kemi një tjetër do ta inkuadrojmë më një herë, apo do të kalojmë tek mesazhi i radhës. Pyetje për dasma, thot, ta bën me shku në dasma ku ka gjëra që s'janë të lejuara veç për respekt. A është gabim? Kjo punë dënë vetë mohem edhe e lyp një farë mjeshtrije për me realizu atë që na porosit Islami, me ju përgjigj ftesës pozitivisht, po në tjetër anë edhe nëse eventualisht ka gjona që s'janë në rregull ose spajtohen me mënyrën se qysh ne jetoj me normat e besimit tonë, qysh mos me hinë gjuna. E kjo është e mundur me ndodhë për arsye se të fton për shembull i afërmi ose kush do qoftë në dasëm, mund është me shku para se me fillu dasma ose para se me fillu ajo pjesa e atyne veprimeve që ti nuk nihesh komod me to, shkon, ja bën për hajër, ja çon dhuratën e dasmës, edhe kur të fillon ajo që ty të pengon, lyp leje me mirësjellje, i thu nëse më kështë leju mone isha qu, edhe e valla. Një mesazh thot qysh me jetu me një burr që është koprac me gruan e vet, dhe çdo sen që ka ndodhur në shtëpi faj mbetet tek unë. Zor. Duhet me jetu përderisa bashkëjetesa është e mundshme dhe përderisa ndamja mundet me sjell pasoja, mundet me sjell një situatë që është më e rëndë se sa me jetu me një njeri të atill. Po zor është me jetu me njeri të atill. Ato jo me e pasë në shpinë, në kuror me qeni lidhën me te, po atë tamaqarin kojshime e pasë është problem. Sinqerisht, kolik të punës me e pasë është problem. Po menoj, kooperacia është ves i keq. Ashtu qysh bujaria është virtyt, shumë i çmueshëm. Edhe kjo më shumë t'i vjen shprehje në relacion, për arsye se njëri për veti mundet me imponu standarde të modestisë, në thojza, me jetu me pak bok, me jetu me pak pare, me pak shpenzime, për veti bën çka dush, ama në kolektiv, në shoqëni, të fillu pe i familjes mas pare, kështu me radhë, kooperacia është e keqe shumë, është shumë e shëmtume. E tash në rastin kur njëri prej bashkëshortëve ankohet në këtë aspekt, për një mend është zor me çu jetë me atë lloj njeriut, po nuk po di sa është niveli edhe nuk bëj pjesë në ata që thon ndajo, kërkuesi thon ndajo në asnjë mënyrë. Qartë. Pyetja tjetër thot jam e mbuluar, deshta me ditë kujt kam drejt me i dal pashami. Çatyne që s'ki drejt me u martu me ta. Qartë. Thot, a bën me i kompenzu ditët e Ramazanëve të kaluar që më kanë bet pa agjëru?
Po. Borgje Allahot ka ma shumë përparësi për me këti. Qartë vazhdojmë me një tjetër mesazh, thotë kur jam I nervozum, shaj dikë pa mendu, a është mëkat? Po, shamja edhe ofendimi I tjetrit me paramendim ose pa paramendim është mëkat, patyshim. Kështu që në gjendjet e hidhërimit edhe nervozizmave të ndryshëm do të me u mundu me u përmbajt se këtu mendoj se qëndron sfida jonë. Ne nuk jemi njerëz të mirë ose nuk do duhet vlerësoheshim për njerëz të mirë atëherë kur jemi të qetë, edhe kur s'na provokon asgjë. Ta më puna edhe që atëherë mja nisë me isha njerëzit, pa arsye. Mirë pa mirësia e secilit del në pah atëherë kur ka shkundje, atëherë kur ka eventualisht provokim, atëherë kur dikujt I duket se ka arsye me e sha dikend, e kur që atëherë nuk shan, do dhe që atëherë je njeri I mirë. Një mesazh tjetër thot nëna në agoni të vdekjes I përmendshë dua dhe lutje afër, ajo thoshte amin amin. Dhe asgjë tjetër. Elhamdulillah, unë menoj se është shenje mirë kjo, të e pas parasysh se ti ke bo lutje, ajo ka thonë amin, amin dhe në thotë Allahumme stejib, o Zotë ju në përgjigjo. Kështu që ka bo një interveprim të mirë. Allah e pas të mshiru. Qartë. Mirë, të doja, hoqë, derisa do të kemi telefonat, po, e kemi, alo? Alo, Urnoni? Alo? Alo. Po? Selam aleikum. Aleikum salam. Selam aleikum. Aleikum salam, po e dëgjoj mirë. Ne I foli 5 vogte, po në kam nuk mëj mu folë për ungjën, edhe që s'kërriken për por edhe se gjoten, a mëj kështë mi frek të gjoten me bol, a veç mu a vyt nga këtë gjotje. Po këm qef mi di. E qartë. Falemnderit. Po, hëgjë. Po, derisa nuk mund është me u falë në kam, do më thonë të lejot me u falë ullën. E tash, kur falësh ullën, nëse nuk mund është me e qitë balin tokë, mund është edhe thjesht veç me u lkund pak, me u përkull pak, edhe inshallah logaritët si kur sejtë. Pra ti falësh ullën për shkak se kompë nuk të majnë, edhe rukun, edhe sejtë I bën pikrisht ashtu qysh talion ty gjendja jote shëndetësore. Do të ndalemi pak të çështja e temës që trajtuam më herët, sepse nuk ishim shumë kohë në pjesën e parë. Mbajtja e fjalës, premtimet dhe fëmijët, hoqë. Sa duhet të kultivohet kjo vlerë që në fëmijëri, në mënyrë që pastaj këta fëmijë të rriten burra? Bujar, mos pare ne si prender edhe si të rriton, kur nuk do të me apliku atë mashtrimin me zgjatë grushtin të fëmijët, me thonë hajde se po du me të dhanë diçka, për me kap me dasht ose çka të qoftë. Zban. Për arsye se me e mashtru një fëmijë është sigur me e mashtru një të rriton. Në mënyrë kja mashtru, kja rajt, kja kështu, tingëllojnë ashpër për një mend, po vënëja mendën që ka jetë të bo. Mos I thuj fëmijës, hajde po, nëzire një sheqer, një qka të qoftë, thuj hajde merë. Edhe kur të merë, masani merë edhe duje, s'ka të lashe. Dhe më thonë, fillimisht fëmijët do të me urritë në këtë frymë, duke na pa neve, duke e mbajt fjallën. Pastaj, duke ja u potencu aty në kohë pas kohë, konform nivelit të kuptumit tyne se gënjeshtra është gjë e keqe, mos zbatimi I premtimit është gjithashtu gjë e keqe, edhe pjesa tjetër, besnikëria, mbajtja e fjalës janë virtyte, mbi të cilat ne duhet me edukua dhe me u mundësu fëmijët tanë me u rrit, edhe këto paralelisht, edhe duke I mësu edhe duke na pa neve, duke marrë shembullin prej neve, menoj se arrihet edukimi I tyne. Do vazhdojmë tani me një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Për të për hoxha dhe për ty, Allah ju shpërblet, Allah ju rujt. Amin. Derës një pyetje, jem këthy për shtëpisë Allahut që një japë. Jënë tonë kundër meje. Tonë jënë kundër meje, pse? Unë e për qëfej Koranit. Unë I këmë gjonë lajnet, I këmë gjonë sërjalat, vishë Koran, po ma nalën, që ka me buhut. Unë jem shumë keq, tonë jënë kundër meje, tonë po dojë me mbra, që jem shkun shtëpisë Allahut. Po nuk mundet me mbra, me emrin e Allahut, Allah I këber, nuk ka zëtë tjetë për që Allah I dërgu, I Allah është Muhamedi.
Tonjën kundër me polici pejes, me krejt, se më kanë bërë shumë keq. Tash jam të zbulu kush është kriminal këtu. Se më ka jep Allahu dijen. O hoqë, më ka jep Allahu dijen. Kër e kom prej gurin e zi, kom bërtit Allahu Ekber. Nuk ka zot jetë përveç Allahu t'i dërguar i Allah të shpameti. Tonë kanë kajti, kanë ka flak të veta, unë e veç kom kesh, unë e kom pjaj 2 orat. E kom shtetë kryt, kom thonë Allah, pëse s'pon vjen me kajt? Na bodh ki kajti, bodh kanë bu keq ty. Keni probleme në familje, apo... Me familje, me polici pes, po dojnë me mbratash. Me krejt. Faleminderit për telefonatën. Do t'ju këshilloj, hoxha. Jeta nuk është e lehtë. Jeta është me sfida, me probleme. Do të me bo sabër. Nëse Allah ta ka mundësuti me e kuptu të vërtetën, me ndjek rrugën e Allahut fuqiplot, atëherë do të me ditë se gjatë ati rrugtimi kime u përballë edhe me situatat pakëndshme, cilat sigurisht që lypin zgjidhje, por mënyra më e mire përballjes me të tjerët, edhe nëse ata të kundërshtojnë, ose ty të duket se po të armiqësojnë, është mirësjellja edhe përpjekja për m'ju tregu se çka është e mira dhe çka është e keqja. Do në sabër kjo punë, padyshim. Kërëm tek një mesazh tjetër, thot, sa ndikon mos mbajtja e fjalës në bereqetin e jetës dhe të rrezikut? Shef, kur e përmenda më herët fjalën e Nuhut a.s. ju thash popullit tim, kërkoni falje se Allahu ju sjell bereqet e begati e mirësi, para mendoj veç kërkim falje për mëkatin që e ka bo, gjitha të begati dhe mirësi. Mbajtja e fjalës, menoj që është prap një mirësi e cila robën e afron të Allahu, e bën më të dashur të ka i, edhe sigurisht që e bën më të bereqet shumë. Edhe e kundërta, në momentin që ne i kundërshtojmë mësimet e Allahut fuqiplot, sillemi keq me njerëz, bëhemi jo respektues për fjalën e dhënës, është përfellës e kështu me radhë, padyshim që e humbim në radhë parë dashurinë e Allahut fuqiplot. E humbim respektin e njerëzve, e humbim bereqetin jetën tonë, edhe kësaj të gjitha gjanat pastaj mundën me e marrë një kahje më të mbrapsht. Vazhdojmë me telefonuesin tjetër, alo? Mirë, mama. Të esta një pyetje për hoqër. Po? Qika jeme i ka dëgjondra në qëtë. Mjek i ka thonë me pi ka i gotë rakinja dhe dita 2 javë. A ka ara me pi rakin për i lashë? Ja. Shkë pyetja parë. Alo? A ke pyetje tjetër? Po. Po? Dhe sa më thonë tash të fjallë të hasit që thot dikush. Për shembull është gjina nëna, baba, tash edhe ose ka bo çfarë gjinoja ka bo për edhe tash penzos mia ja vun halkë thonë valla ka me ja vujti fëmia, ja vun fëmia. Është kjo e vërteta ç'është. E qartë. Faleminderit. Faleminderit juve. Kemi edhe një telefonat? Jo, nuk kemi, mam. Hoqë çështja e përdorimit të alkoolit. Me pi raki për ilaç e çuditshme me dëgju se e ka thonë ndonjë mjek. Kështu që unë kisha thonë, para se me lyp përgjigjen të onë, shkoni te një mjek tjetër. Edhe konsultojni një mjek të besueshëm profesionist. S'është patjetër me konë besimtar. Por nëse është besimtar hala më mirë, edhe ai ju tregon se a mundet me konë rakia ilaç apo jo. Para se me lyp përgjigjen të hoxha, pra lypeni të një mjek i mirëfillt. Gjunohi i babës e i nanës a i zen fëmijët nuk kisha thonë. Për arsye se Allah i madhruar thotë wala taziru waziratun wizra ukhra, asnjë person nuk e bardh përgjegjësinë e tjetrit. Për të mirë, po, mirësia e prindërve i përcjell fëmijët, edhe i shoqëron fëmijët. Mirë, po për keq nuk e bardhin përgjegjësinë e gjunoheve të prindërve fëmijët. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi se zakonisht vjen. Dhe shërmej që ka që person të mirëmbëjtje.